A jeni të e ditë çfarë dita është a heq? Është e martë, guys. It's Girl Talk Tuesday. Jam kthy prej Zvicrës edhe direkt në temë. Sot kam ju tregu për disa treatments, disa sende që për mu funksionojnë për mu një ma mirë edhe po ashtu për mu dok ma bukur. Si në çdo video tjetër që gjithmonë e ceki, këto janë sende që thjesht mu më përshtatën edhe për mu funksionojnë edhe it's just my opinion. Nëse dani me marë për bazë, okay, if not, TikToku jam mendimet e mia. Vazhdojmë. When I look back, që shumë doku amati edhe që shdok na qëtash, një rol shumë të madh për mu dok edhe për mu një ma mirë, o konë mas ja kom nis mu kujdes pak ma shumë. Qysh po ushqehna, qka po ha, nuk është që jam mas aktiv jam bot, sa i përket ushtrimeve e kështu, po mundohna. Menoj që është shumë e rëndësishme sasia e ushqimit që duhet me konsumu njëre. Menoj që nuk duhet me hongër diçka veç pse e ki mundësin me hongër. Për shembull, kur jam jashtë shtetit edhe kur të udhtoj, kur nuk ruhna edhe ha qka dhe që të m'hahet, po mandej kur jam këto, munona me balancu edhe me hongër ma healthy. Ashtu asnjëherë nuk jam për me pas asi diete strikte, une e dashuroj ushqimin, po menoj sanat që mi kona, i ha tepër me qef. Edhe s'kisha dasht kur mu kona ashtu që janë alje vetës knatësin që ta jap ushqime, po menoj që thjesht duhet me balancu pak. Menoj që lun rol shumë për fillimisht për mu një ma mirë, për mu konë ma mirë me shëndet, po edhe për mu dok ma mirë. Për pjesën e ushtrimeve, kisha pas qef shumë me ndrejqët e vetja këtë sens, I'm not the best. Edhe nëse nuk je ashtu konsistent në fitness, paktën me dal me ec, ose thjesht mu konë aktiv gjatë ditës. Kur him të beauty treatments, sani që e ceki çdo herë edhe që ja rekomandoj në çdo ciklës që e ka mundësin me bo, është lasere. Për mu, o konë shtem, është një prej vendimeve ma të mira që i kom marrë najhere, kom pështu, nuk e kom qatë gajle, dhe me thonë bëj laser për me i hek kimet që s'di sa vjetë. Menoj që është rranë nëse të thonë që duhet mi bo veç 5 seanca dhe kanë me tu hek krejt kimet. Jo, nuk është e vërtet. Une shkoj edhe bëj laser. S'po di, nuk është që e kam ashtu për shembull gjdo një periudhë caktume, se si jam edhe aty me rregull të mbot, po shkoj, për shembull gjdo 3 muaj shkoj e bëj një seancë ashtu si mirëmbajtje. Une si një vajzë qërë me një vetë latë sa të zeza i kam, do me thonë nuk i kam të lyme qëtash, pja o marmenja. Kom pështu, konë best thing ever që e kom bo për vetën tam. Tash për shembull, më dalin kimet najhere, aty këtu, po shumë të ralla, shumë të bardha. Do me thonë, një 95% nuk kam edhe I'm so happy. Sa i përket tretmaneve të ftyrës, kisha dasht mi u kallëzu edhe sene për lëkur, se kom qef, po fatmirësisht, I'm so lucky, nuk kam pas kur probleme lëkur edhe nuk është që nuk i rigati. Por, qka di, janë fillera dhe botoksi. Unë e bëj botox në balli, do me thonë komplet zonën e ballit, edhe qëto, të syt nuk bëj, edhe nuk e di, ma bën, s'di që ma bën të bëj, qëto dikon ma bën, për me miqu vetlat ashtu pak. Do me thonë komplet zonën e ballit, edhe që ajo kom nis me bo, është me bo botox qëto, për shkak që une, së di, muskujt më livriten edhe mbohen do vrima në qëtë pjesën, që bile pak për mbohet qëto. Së tja për vrejnë. Këto janë vetë që i kom genetikisht, e ja kom nis me bo edhe qëto, edhe pak po ta reduktoj ke qatë farë. Kom provu botox në maseter me bo, nuk më ka pëlqy heq, jam da tepër e paknaqën, që pak se na tranoj që kjo. Jam da tepër e paknaqën edhe kom një që mujnë me të bo kështu gjaullës prej botoxit, po kom thonë jobe në shtasë është të vërtet, ama actually ishe vërtet që kjo pjesë mu ka lëshu hala ma shumë, kështu që keni kujdes. Nuk e di ku kom problemi, athjesht nuk është përshtat për ftyrën ta ma qka, po te une nuk ka funksionu. Kështu që, për mu, botoxin balli, I love it. Për pjesë tjera, se di. Fillers. Menoj që fillers janë kogja nice nëse janë të bome qysh duhet edhe nuk janë njës mu dok
catch, ose ashtu overfilled. Unë e bëj filer në buzë, tepër rrallë, nuk e di veç nuk kom qfryu në buzë të korë, që një vjet, që është diçka si kom bo. Bëj filer në molza, shumë pak. Nuk kom qef me mdalë ashtu shumë si top, nuk kom pëlqen. Në qëtë zonën qëtu nuk kom kur gjo, do me thonë filerin e bëj veç qëtu, veç ashtu si kontur më pëlqen me pas. Po ashtu bëj filer në qëtë pjesën e qenë. Para se me bo filer e kom pas si një farë vrime, po ashtu genetike. Edhe me filer e kom hek që ato, e kom mush faktikisht. Kom provu me bo filer edhe në gjallajn, po për shkak që unë vetë e kom ftyrën ma gjon, nuk është që më ka pëlqy ku me ditë sa, se dija e kisha bo prap na i herë, to be honest. Më pëlqen që është i rendove, po veç nuk menaj që për ftyrën tem për shtatët shumë. Tjetër kon, filer, nuk kam. I think. Shtojëm do me thonë që ka bëj sa i përket saneve estetike të ftyrës. Që kjo fije ka me qmend, ullo. Një san tjetër important shumë për mu, flokt. Kjo është thick me 2 teha. I love the extensions, I love the highlights, por mu kam prish flokët e mija këgja shumë, se i kom shkatru edhe unë nuk moj me najt pa u fenirat, është problem, defekt në trunin tam, që jam su me pa vetën në stop me flokë gjata dhe me flokët feniratne. Mandej ajo po të kushton se po të kputën, po të buen të egra, të thata, po prap, se di. Flokët e gjata i dashuroj. Edhe highlights me nej që ta qelin ftyrën. Për shembull nëse i keni tipa racione që janë 70 lama të zeza, kanë jenë doke që jem këgja serioze doke në ftyrë, andej për shembull qëto highlights, sidomos qëto fijet e para, më doke që ma qelin ftyrën ashtu pak. Kështu që jas, flokët shumë të rëndësishme për mu. Një sen tjetër që me nej që ta jap një boost ashtu për mu doke mirë, sidomos për shembull kur e ki naj event anaj darë, së ma anaj photoshooting nga diqka. Tanning, skincare police, don't judge me again. I love tanning. E di që nuk është mirë për lëkur, krejt i di, s'kom qa bëj. Nuk është që po du me promovu gjëra që nuk janë të mira kështu për shëndete, për lëkure kështu. Po, pëlqen më kone rezitën, menoj që gjithqysh do është ma mirë dhe të rend qdo san ma bukur. Për kush mundet për shembull me duru mu kone rezitën veç verës, top, super. Unë e ka një moj, kështu që I do the fake tanning. Shkojnë solarium, nuk është që kom përdor na i herë këse jo. Vakt kom tentu me përdor spray tan, që s'kom përdor. Po veç nuk më doket që ose s'di me bo mirë, ose nuk e di. Kom provu këse self tan. Actually, pas na provu. Këse që e blem vetë ashtu edhe si asi mus që e linë trupin, po nuk e di, nuk thjesht si jam doja knaqë unë kor. Ama kësha pas qep në shta me shku me bota ma në një spray tan, na i herë me këqyr qysh po doket. Mos të harroj me cek, para se me ma përmena i kush në komentet ja u para pri, unë po ashtu kom bo edhe ndërhyrje të tjera të cilat janë tamen kështu operime. Nështë e bëjna i herë një video tjetër edhe me folë ma në detaje, se kur kur më shkruna i kush në herë për najsan për që tem, unë kur s'kom thonë që s'kom bo diqka. Faktikisht, I was so honest, qdo herë për me pranu që kom bo diqka, po veç se di. Po t'ja, edhe ato kanë ndiku 100% për mu doke ma mirë, me diqka më konë ma happy, me diqka jo. E folim në ere këtë farë teme kështu ma në detaje se e di që interesan. Tash, për me dalë prej këtyre gjërave, të sene tjera që po ashtu më nëjën te për të rëndësishme, për mu doke mirë edhe confident, edhe mu një mirë me vetën. Number 1, qëndrimi, reni drejt. Aso në nuk rrit gjithë drejt, për shumë, kur jam shtu në zyre rrit qështo, po kur delni, ose kur jeni të shku na i kon me rëndësi, rrini drejt. Për kujtoja një vetës, mathni shtikla. Unë jam the biggest fan e shtiklave. Menoj që gjithë qysh ki mu doke ma mirë në shtikla se në patika, më falni, ama i urrej patikat. Patikat veç pejzorit i veshe, veç nëse kam e ushtru ose me jetë shumë, a diqka për ndryshe, no. Nuk e di, veç janë te për feminine. E kuptoj për shembull për plot qika që kanë qef më kona ashtu të thjeshta ose casual, good for them,
Mu për veti thjesht më pëlqen mu kon feminine, më pëlqen mu kon sexy, shtiklat edhe good posture, menoj që ndikojnë shumë për me ta jap qëto. Mandej, nisan tepër important, po ashtu, mënyra qysh ecni, nuk e di, a ka nisan ma hot edhe ma sexy se një femën që hec bukur. Diqysh veç bjen një sy bre, nuk e di një femën që hec ashtu bukur, në shtikla, me vetbesim, qysh ta mërë vëmendje. Mos u totnim prej the attention, own it. Nëse jetu hi dikon me një dhomë, me një lokal, me një diqka, own it. Nuk e di pse shoqënia munohet për shembull, sidomos neve femnave me na bo që t'ka hi vetja në qef, ose sa shumë pe dëm vetën. Nëse unë se du vetën, kush ka ndasht? Be feminine and own it. Moj me t'i glu pak cocky, po veç po bona shumë e sinqert. Një tjetër sen, gjeni teshat e duhura për trupin e juj. Provani sene, këshërni edhe në internet. Menoj që është shumë e rëndësishme me gjetë teshat që të përshtaten. Për shembull, unë e menoj që e di këgja mirë që të tham për vetën tam për folje. E di për shembull cili lloj i fustanit ose i bluzës mundet me mnajt mirë, cili me qat krahët ma keq, cili ma qat qët pjesë ma bukur. E kjo ndryshon normal, varësisht prej njerit, me çka i përshtatet edhe çka i pëlqen me vesh, po shumë e rëndësishme për mu dok mirë, me gjetë çka është e duhura për trupin tënd. E pa ta bo një herë mëtë në fakt një video që shtu të folë për tesha që rinë ma bukur edhe për tesha që përshtatën për my body type. Ama nështë duhet me bo edhe një verzion tash. Njëjtë si për tesha, menoj që the make-up normal të bën mu dok ma bukur edhe mu një ma mirë. Menoj që ja vlen me investu në sanet mira të make-up. Po, janë do sanet që për shembull, mujta të i lyshta që rëpik pas më pëlqenjë. Janë do sanet që për shembull, as nuk ja vlen me hargju shumë, se këto drugstore e krym punën, po mande janë do sanet tjera, për shembull pudra, që menoj që gjithqysh ja vlen me investu ashtu se ki me pas për një kohë gjatë edhe të bën mu dok ma put together. E kom zgjatë këtë video tepër shumë, ama po du me përmbyll me një që nështë është ma e rëndësishme prej krejt qëtëne. Rëndësishme për mu një mirë edhe me pas vetbesim në cilën do tavolin që je me kënda që je. Bëni research nga një podcasts, lexoni, varësisht në çfarë mënyre që dani mu informu, veç informohuni për sene. Mu për shembull, tepër po m'pëlqen mi bo qëto video, edhe veç mi nda dhe sene që mu mdoket që janë qështu që shpitham. Po une për cilit tepër shumë other influencers, other youtubers, lexoj kur muj me lexu, ngoj tepër shumë podcasts të natyrave të ndryshme, jo për shembull veç për tema të femnave ose çka unë jem të folë qëto. Ngoj tepër shumë podcasts për gjithë qka, edhe menoj që ndikojnë tepër shumë për me ta qelë horizontin ashtu, edhe me të kriju ma shumë opinione, edhe thjesht informohuni bre kudo që keni mu konë, qysh thash, në qfar do tavoline, me qfar do njerës, me pas qa me kallzu, me dit what's going on, mu koni informu për sene, mu tepër m'pengon për shembull kur njerës nuk hin mi këshyr vet do sene që janë tepër leta me gjetë. Është one search away. Menoj që veç duhet m'ja përkujtu vetës, ashtu mos me thonë zdi. Aso ne ka njerë zdi, po hi, lype, këshyri qa ka postu qaj, qa po më përshtatët, ju shkruj njerëzve. Nëse po du me bo për shumë një trajtem për veti, diqka hi lype 100 links, hi këshyri reviews, thjesht informohuni për sene. Unë po foli veç për vetëm, po menoj që lunë rol për të krejt, për qka të qoftë. Edhe kjo ishte video e kësa jave. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Edhe që shtash në fillim, mos mu kapni na i san. Nuk jem të dash në promovu kur zgjo. I'm a grown woman. Edhe mos i merrni parasysh këtë sanet që i ngani. Unë e foli për shembull për diçka që mu më përshtatet, po s'do me thonë që mundet mu kone mirë për ty ose për qa po di. Duhet thjesht njeri mu kone ashtu vetë me marrë vendimet për vete. Mu informu te për shumë, me marrë vendimet të gjithkujna, me himi këshyrë vetjet e mia, go like and subscribe, jo s'kam YouTube halja, po në fund me vendos vetë për vete. Edhe unë ju dua, pa mas.
Bye!